Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Donald Trump deklaroi se SBA nuk do të lejojë vendosjen e tarifave në ngushticën e Hormuzit dhe kërkon rikthimin e rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar. Ai tha se ky material nuk do t'i lejohet Iranit dhe mund të shkatërrohet pasi të merret nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë vendosjen e tarifave apo kufizimeve në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë si një rrugë ujore ndërkombëtare që duhet të mbetet e lirë për qarkullimin e anijeve. Sipas tij, aktualisht asnjë anije nuk mund të kalojë pa miratimin e palës amerikane, ndërsa ai pretendon se ndërhyrja e forcave detare ka ndryshuar ndjeshëm situatën në këtë zonë strategjike. Në një deklaratë të përgjatëditës, Trump u ndal edhe te çështja e programit bërthamor iranian, duke thënë se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë rikthimin e rezervave të uraniumit të pasuruar që ja trubohen Iranit. Jo, ne do ta marrim uraniumin e pasuruar. Ne nuk e duam atë. Ne do ta shkatërrojmë, tha Trump. Sipas vlerësimeve të raportuara, Irani besohet se disponon sasi të konsiderueshme uraniumit të pasuruar, i cili është bërë pjesë e tensioneve të vazhdueshme mes Teheranit dhe Washingtonit. Trump shtoi se kjo çështje lidhet drejt për drejt me qëllimin e SBA-s për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore, duke i quajtur atë një objektiv qendror të politikës amerikane ndaj Teheranit. Deklaratat vinë në një kohë tensionesh të lartë në rajon, ndërsa ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më strategjike për tregtinë globale të energjisë dhe një burim i vazhdueshëm për plasje politike dhe ushtarake. SBA thotë se një marrëveshje me Kubën është aktualisht shumë e vështirë, ndërsa presioni ndaj Havanës po rritet ndjeshëm. Deklaratat vinë mes akuzave të rënda ligjore ndaj ish udhëheqësit kubanez Raul Castro dhe rritjes së tensioneve politike. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se mundësia për një marrëveshje të negociuar me Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është aktualisht jo e lartë. Duke folur në Miami, Rubio tha se edhe pse SBA tradicionalisht preferon zgjidhje paqësore dhe diplomatike, situata aktuale me Kubën nuk krijon kushte të favorshme për dialog real. Ai theksoi se administrata amerikane mbetet e hapur për negociata vetëm në rast se ndodh një ndryshim i qasjes nga udhëheqja kubane. Megjithatë, ndërkohë, Washingtoni do të vazhdojë politikën e presionit ndaj qeverisë komuniste në Havana. Deklaratat e Rubios vinë në një moment të tensionit të lartë mes dy vendeve, pas njoftimit të Shteteve të Bashkuara për akuza penale ndaj ish presidentit kubanez Raul Castro. Ai akuzohet për lidhje me një incident të vitit 1996, kur avion të drejtuar nga mërgjimtar kubanez u rrëzuan duke shkaktuar viktima. Qeveria e Kubës i ka mohuar akuzat duke i cilësuar ato si të motivuara politikisht dhe pjesë e një fushate presioni nga Washingtoni. Ndërkohë, Rubio konfirmoi se Kuba ka pranuar një paketë ndihme humanitare për $100 milion nga SBA, në një moment kur marrëdhëniet mes dy vendeve mbeten në pikën më të tensionuar të viteve të fundit. Situata mbetet e hapur dhe pa sinjale për ulje tensionesh, ndërsa SBA sinjalizon se politika ndaj Kubës do të vazhdojë të jetë e ashpër në javët në vijim. Qindra persona protestuan para parlamentit irlandez pas vdekjes së Yves Sakila, i cili humbi jetën pasi u ndaluan me forcë jashtë një dyqani në Dublin. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në vend dhe po krahasohet me rastin e George Floyd në SBA. Qindra protestues u mblodhen para parlamentit të Irlandës në Dublin për të kërkuar drejtësi pas vdekjes së Yves Sakila, një burr me origjinë kongoleze që humbi jetën pasi u ndalua me forcë nga rojet e sigurisë jashtë një dyqani në qendër të qytetit. Ngjarja, e filmuar nga kalimtarë dhe e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ka shkaktuar reagime të forta në të gjithë Irlandën. Në video, shihet Sakila i shtrirë në tokë, ndërsa mbahet i bllokuar nga disa persona për disa minuta. Në një moment, një prej tyre duket se ushtron presion në zonën e kokës ose qafës së tij. Sipas policisë, ai ishte ndaluar në lidhje me një dyshim për vjedhje në një nga rrugët më të frekuentuara tregtare të Dublinit. Pak minuta më vonë, ai humbi ndjenjat dhe u shpalli vdekur. Protestuesit e kanë krahasuar rastin me vrasjen e George Floyd në Shtetet e Bashkuara në vitin 2020, ngjarje që ndezi protesta globale kundër brutalitetit policor dhe racizmit. Banorët të Dublinit e cilësuan ngjarjen si brutale dhe të papranueshme, ndërsa kërkuan transparencë e përgjegjësi për atë që ndodhi.
Kryeministri irlandez Michael Martin ka bërë thirrje për një hetim të plotë dhe të pavarur, ndërsa policia konfirmoi se autopsia është përfunduar, por rezultatet nuk janë bërë publike për arsye hetimore. Ngjarja ka rihapur debatin në Irland mbi përdorimin e forcës, gjandalimeve dhe trajtimin e komuniteteve emigrante në vend. Një gjykat apeli në Paris ka shpallur fajtor Airbus e Air France për vrasje nga pakujdesia në lidhje me rrëzimin e avionit në vitin 2009. Aksidenti i Atlantikut vrau 228 persona dhe mbetet një nga tragjedit më të mëdha ajrore në historinë e Francës. Një gjykat apeli në Paris ka shpallur fajtor kompaninë ajrore Air France dhe prodhuesin e avionëve Airbus për vrasje nga pakujdesia në lidhje me aksidentin ajror të vitit 2009 që tronditi botën e aviacionit. Ngjarja ndodhi kur një Airbus A330 u zhduk gjatë një fluturimi nga Rio de Janeiro drejt Parisit, duke kaluar mbi Oqeanin Atlantik në kushte të vështira moti. Në bord ndodheshin 228 pasagjerë dhe antar ekuipazhi, të cilët humbën jetën në një nga aksidentet më të rënda ajrore në historinë e Francës. Vendimi i Saintes vjen pas një betejë ligjore 17 vjeçare mes dy gjigantëve francezë të aviacionit dhe familjeve të viktimave. Më herët, në shkallën e parë të gjyqësorit, kompanitë ishin shpallur të pafajshme, por gjykata e apelit e përmbysi vendimin. Gjykata urdhëroi që Airbus e Air France të paguajnë gjobën maksimale për vrasje nga pakujdesia, e cila është rreth $261.000 për secilin kompani. Megjithatë, duke marrë parasysh të ardhurat e tyre shumë të larta, kjo gjobë është cilësuar nga shumë si simbolike. Hetimet zbuluan se pilotët humbën kontrollin e avionit pas një problemi me sensorët e shpejtësisë, duke çuar në stallim fatal të avionit. Prokuroria ka vënë në dukje edhe dështime të mundshme në trajnim dhe mungesë reagimi ndaj incidenteve të mëparshme. Familjarët e viktimave e kanë përshkruar vendimin si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë dhe pranimit të përgjegjësisë pas gati 2 dekada shpritje. Megjithatë, pritet që çështja të vazhdojë në instancat më të larta gjyqësore në Francë, pasi kompanitë mund të apelojnë sërish. Disa antarë italianë të një flotilje ndihmash për Gazën kanë deklaruar se janë keqtrajtuar gjatë ndalimit nga forcat izraelite në ujëra ndërkombëtare. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta politike në Itali dhe kritika ndaj Izraelit për trajtimin e aktivistëve. Disa nga aktivistët italianë të një flotilje ndihmash që po shkonte drejt Gazës kanë bërritur në Itali pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujëra ndërkombëtare. Sipas tyre, gjatë ndalimit të mbajtjes në paraburgim, ata janë përballur me dhunë dhe trajtim të ashpër. Gazetari italian Alessandro Mantovani tha se kushtet e ndalimit ishin të rënda dhe se aktivistët, sipas dëshmive të tij dhe të tjerëve, janë goditur gjatë hyrjes në ambientet të ndalimit. Ai e përshkroi vendin ku mbaheshin si një hapësirë e improvisuar me kontenjer, ku njerëzit mbaheshin me ujë dhe bukë të kufizuar. Edhe deputeti italian Dario Carotuneto deklaroi se është goditur gjatë ndalimit, duke thënë se nuk kishin mundësi të mbroheshin dhe se janë drejtuar në mënyrë të dhunshme. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar për këto akuza. Ngjarja vjen në një moment kur Izraeli po përballet me kritika të shumta ndërkombëtare për ndalimin e flotiljeve që synojnë të dërgojnë ndihmë humanitare në Gaza. Më herët, një video e publikuar nga Ministri i Sigurisë së Brendshme në Izrael ka treguar aktivistë të ndaluar në port, të lidhur dhe të ulur në tokë, gjë që ka shtuar polemikat. Qeveria italiane ka reaguar, duke e cilësuar të papranueshëm trajtimin e aktivistëve dhe ka paralajmëruar se do të kërkojë shpjegime nga ambasadori izraelit. Ngjarja pritet të rrisë më tej tensionet diplomatike mes Italisë dhe Izraelit, ndërsa debati për flotiljen e Gazës vazhdon të thellohet në arenën ndërkombëtare. I dërguari i OKB-s për Gazën paralajmëroi se ndarja aktuale e territorit mund të bëhet e përhershme, duke lënë mbi 2 milion njerëz të bllokuar në një zonë të kufizuar. Ai tha se pa një arpushim dhe zgjidhje politike, brezat e tërë fëmijësh do të rriten në kushte pasigurie dhe varfërie ekstreme. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i dërguari kryesor për Gazën Nikolaj Mladenov ka ngritur alarmin për situatën humanitare dhe politike në territorin e shkatërruar nga lufta. Ai paralajmëroi se ndarja aktuale e Gazës mund të bëhet e përhershme, duke lënë mbi 2 milion banor të grumbulluar në më pak se gjysmën e territorit të saj. Sipas tij, në mungesë të një arpushimi të qëndrueshëm, rindërtimi i Gazës do të mbetet i pamundur
dhe mungesa e investimeve do të thellojë krizën humanitare. Rreziku është që gjendja e përkeqësuar të bëhet e përhershme, një Gaza e ndarë, tha Mladenov. Ai theksoi se pas zgjidhje politike dhe çarmatim të grupeve të armatosura, nuk mund të ketë stabilitet afatgjat as për palestinezët dhe as për sigurinë e Izraelit. Mladenov shtoi se fëmijët në Gaza rrezikojnë të rriten në kushte të dëshpëruara, në tenda dhe pa perspektivë për të ardhmen. Sipas raportit të tij, pengesat kryesore mbeten refuzimi i Hamasit për të dorëzuar armët dhe prania ushtarake izraelite në pjesë të mëdha të territorit që përbëjnë rreth 60% të Gazës. Nga ana tjetër, një zëdhënës i Hamasit i ka cilësuar deklaratën si përpjekje për të justifikuar përshkallëzimin e situatës dhe forcimin e bllokadës ndaj Gazës. Ndërkohë, organizatat humanitare vazhdojnë të raportojnë mungesë të ndihmave, pavarësisht marrëveshjeve për rritjen e furnizimeve, duke paralajmëruar për një krizë të zgjatur humanitare në territor. Qindra aktivistë deportuar nga Izraeli mbërriten në Turqi dhe akuzuan autoritetet izraelite për dhunë dhe trajtim çnjerëzor gjatë ndalimit të tyre. Izraeli nuk ka reaguar menjëherë ndaj këtyre pretendimeve, ndërsa më herët ka mohuar akuzat e ngjashme nga flotilje të tjera. Qindra aktivistë që u deportuan nga Izraeli pas ndalimit të flotiljes humanitare me destinacion Gazën kanë mbërritur në Turqi, ku kanë dhënë deklarata të forta për trajtimin që thonë se kanë përjetuar gjatë ndalimit. Flotilja ishte nisur me qëllim dërgimin e ndihmave humanitare drejt Gazës, por u ndalua nga forcat izraelite para se të mbërriten në territorin e bllokuar. Pas kthimit në Stamboll, disa aktivistë akuzuan autoritetet izraelite për dhunë fizike dhe trajtim çnjerëzor gjatë kohës së ndalimit dhe në ambientet e paraburgimit. Jemi rrahur, torturuar dhe dehumanizuar sistematikisht, tha Richard Anderson, aktivist nga Norvegjia. Një tjetër aktivist irlandez, Michael Collin, tha se ndërhyrja ndaj flotiljes u shoqërua me dhunë të rënd që në momentin e ndalimit të anijeve. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar mbi këto akuza, ndërsa më herët kanë deklaruar se të ndalurit trajtohen në përputhje me ligjin. Kjo nuk është hera e parë që aktivistë të flotiljeve drejt Gazës akuzojnë Izraelin për trajtim të ashpër, megjithse këto pretendime janë mohuar nga autoritetet izraelite. Ngjarja ka rritur më tej tensionet diplomatike, ndërsa disa qeveri perëndimore kanë shprehur shqetësim për mënyrën e trajtimit të aktivistëve të ndaluar. Autoritetet iraniane kanë vendosur postera propagandistik në Teheran që flasin për unitet kombëtar dhe fitore ndaj SBA-s, ndërsa vendi përballet me presion ekonomik dhe tensione të rritura. Kritikët thonë se mesazhet synojnë të forcojnë kontrollin e brendshëm, pavarësisht pakënaqësisë së gjerë të publikut. Në Teheran, autoritetet iraniane kanë vendosur një seri posterash dhe billboardesh propagandistike që paraqesin mesazhe të forta nacionaliste dhe pretendime për unitet kombëtar dhe sukses ndaj Shteteve të Bashkuara. Në një nga posterat në sheshin Enkelab, shfaqet një avion amerikan dhe një anije e bllokuar në ngushticën e Hormuzit, me mesazhin "E gjithë gjiri persik është fusha jon e gjuetisë". Këto mesazhe vijnë në një moment kur vendi përballet me vështirësi ekonomike dhe pasoja të konfliktit rajonal, si dhe pas vite protestash të ashpra që janë shtypur me dhunë. Sipas analistëve, propaganda e re e regjimit iranian nuk fokusohet më vetëm në mesazhe fetare, por edhe në narrativa nacionaliste që synojnë një audiencë më të gjerë brenda vendit dhe jashtë tij. Shumica e njerëzve janë të zhgënjur me sistemin dhe propaganda nuk ndryshon mendimin e tyre, thot Ali Vaez nga International Crisis Group. Ai shton se mesazhet për ngushticën e Hormuzit përdoren gjithashtu për të sinjalizuar fuqinë e Iranit ndaj perëndimit dhe vendeve të rajonit. Ndërkohë, autoritetet kanë organizuar edhe aktivitete simbolike, si dasma masive dhe stërvitje ushtarake publike, si pjesë e promovimit të rezistencës kombëtare. Analistët thonë se këto zhvillime tregojnë një transformim të brendshëm të sistemit politik, i cili po lëviz drejt një strukture më të militarizuar dhe më të fokusuar në kontrollin e sigurisë. Megjithatë, ekonomia iraniane mbetet në presion të madh dhe ekziston frika se përkeqësimi i mëtejshëm mund të rrisë pakënaqësinë dhe tensionet e brendshme në vend. Provinca kanadeze e Albertës do të mbajë në tetor një referendum për të pyetur qytetarët nëse duan të vazhdojnë të jenë pjesë e Kanadas. Edhe pse votimi nuk është detyrues, ai po shihet si një sfidë serioze për unitetin e vendit. Provinca e pasur me naftë e Albertës në Kanada
të zhvillojë në muajin tetor një referendum jo detyrues për të pyetur banorët nëse duhen të vazhdojnë të jenë pjesë e Kanadas. Njoftimi u bë nga kryeministria e provincës, Danielle Smith, e cila tha si qytetarëve do të ushtrohet pyetja nëse Alberta duhet të mbetet provincë e Kanadas apo të nisë procesin ligjor për një referendum të ardhshëm detyrues mbi ndarjen. Megjithëse votimi nuk mund të shkëpusë menjëherë Albert nga Kanadaja, ai konsiderohet si një moment historik dhe potencialisht destabilizues për politikën kanadeze. Kjo është hera e parë që një provincë jashtë Quebecut hedh në votim çështjen e ndarjes nga Kanadaja. Lëvizja vjen pas muajsh fushate nga grupet separatiste në Alberta, të cilat argumentojnë se qeveria federale ndërhyn tepër në politikat e provincës, veçanërisht në sektorin energjetik dhe ekonomik. Megjithatë, vetë Danielle Smith deklaroi se ajo mbështet qëndrimin e Albertës brenda Kanadas dhe tha se personalisht do të votojë kundër ndarjes. Ajo theksoi se Kanadaja është më e fortë kur provincat respektohen dhe kanë më shumë autonomi në vendimmarrje. Sondazhet tregojnë se vetëm rreth 1/3 e banorëve të Albertës mbështesin largimin nga Kanadaja, por referendumi pritet të rrisë tensionet politike në vend. Zhvillimi konsiderohet gjithashtu një sfidë për kryeministrin kanadez Mark Carney, i cili po përpiqet të ruajë unitetin kombëtar në një periudhë të vështirë ekonomike dhe tensionesh tregtare me Shtetet e Bashkuara. Debati për të ardhmen e Albertës pritet të dominojë politikën kanadeze në muajt e ardhshëm, ndërsa vendi përballet me pyetje të reja mbi balancin mes pushtetit federal dhe autonomisë provinciale. SBA arrestoi Adis Lastres Morera, motrën e një prej drejtuesve më të fuqishëm të konglomeratit ushtarak kuban Gaesa, duke e akuzuar se ndihmonte regjimin komunist ndërsa jetonte në Florida. Arrestimi vjen në mes të përshkallëzimit të presionit të administratës së Donald Trump ndaj Kubës dhe elitës së saj politike. Shtetet e Bashkuara kanë arrestuar Adis Lastres Morera, motrën e presidentit ekzekutiv të konglomeratit ushtarak kuban Gaesa, në një tjetër goditje të fortë të administratës Trump ndaj regjimit në Havana. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se ajo jetonte në Florida, ndërsa ndihmonte interesat e regjimit komunist kuban. Autoritetet amerikane deklaruan se Morera ndodhet tashmë në paraburgim dhe po përballet me procedura dëbimi, ndërsa tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës vazhdojnë të përshkallëzohen. Gaesa, konglomerati gjigant i bizneseve të kontrolluar nga ushtria kubane, menaxhon sektor kyç të ekonomisë së ishullit, përfshirë turizmin, pasuritë e paluajtshme dhe tregtinë. Administrata e presidentit Donald Trump akuzon prej kohësh drejtuesit e saj për përfitime në favor të elitës dhe ushtrisë kubane, ndërsa popullsia përballet me krizë të rëndë ekonomike, mungesë energjie dhe ushqimesh. Në një postim në rrjetin social X, Rubio tha se Morera menaxhonte pasuritë të paluajtshme dhe jetonte në Florida, ndërsa ndihmonte regjimin komunist të Havanës, duke shtuar se statusi i saj si rezident i përhershëm ishte revokuar. Ndërkohë, Shërbimi Amerikan i Emigracionit dhe Doganave bëri të ditur se prania e saj në SBA përbënte kërcënim për interesat e politikës së jashtme amerikane. Reuters nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur vendin dhe datën e arrestimit. Lëvizja shihet si pjesë e strategjisë së re të Washingtonit për të rritur presionin ndaj regjimit kuban pas padisë ndaj ish-presidentit Raul Castro dhe deklaratave të fundit të Trump për çlirimin e Kubës. Përmbytje të forta kanë goditur Queens në New York pas stuhive të fuqishme, duke kthyer disa rrugë dhe lumenj dhe duke bllokuar automjetet. Pamjet tregojnë banorë që kalojnë në ujë të lartë mes veturinave dhe makinave pjesërisht të zhytura. Stuhitë e fuqishme që goditën New Yorkun kanë shkaktuar përmbytje të menjëhershme në disa zona të Queens, duke paralizuar qarkullimin dhe duke krijuar situata të rrezikshme për banorët. Pamjet e filmuara tregojnë rrugë të tëra të mbuluara nga uji, në automjete pjesërisht të zhytura dhe mbeturina që lëvizin në rryma të forta. Disa banorë janë detyruar të ecin në këmbë nëpër ujë të lartë për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Në video shihen njerëz që përpiqen të ruajnë ekuilibrin, ndërsa kalojnë mes ujit që u arrin deri në gjunjë, ndërsa makinat e bllokuara mbeten të pafuqishme në mes të rrugëve të përmbytura. Autoritetet lokale kanë paralajmëruar për rreshtit të mëtejshme dhe rrezik për përkeqësim të situatës, ndërsa ekipet e emergjencës janë në terren për të ndihmuar banorët dhe për të menaxhuar dëmet. Pamjet janë verifikuar nga Reuters, duke konfirmuar vendodhjen përmes strukturave urbane, semaforëve dhe planimetrisë së rrugëve që përputhen me imazhet satelitore dhe arkivore të zonës. Shtetet e Bashkuara hapën një përfaqësi më të madhe diplomatike në Nuk të Groenlandës,
mes protestave kundër planeve të presidentit Donald Trump për ndikim më të madh në ishull. Banorët dhe disa zyrtarë lokal e kundërshtuan hapur praninë amerikane, duke theksuar se Groenlanda mbetet një territor demokratik, ku jo do të thotë jo. Tensionet politike në Groenland janë rritur pas hapjes së një përfaqësie më të madhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Nuuk, një veprim që ka ngjallur reagime të forta nga qytetarët dhe disa përfaqësues lokal. Në ditën e inaugurimit, protestues u mblodhen jashtë godinës së re për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj planeve të Washingtonit për rritjen e ndikimit në ishullin gjysmë autonom që i përket Danimarkës. Organizatorët e protestës thanë se qëllimi ishte të dërgohej një mesazh i qartë drejt opinionit amerikan se Groenlanda është një vend demokratik dhe se vendimet e qytetarëve duhet të respektohen. Ata theksuan se çdo përpjekje për kontroll më të madh të jashtëm nuk është e pranueshme. Ndërkohë, disa nga firmat kryesore politike të Groenlandës, përfshirë edhe kryeministrin lokal, nuk morën pjesë në ceremoninë e hapjes, duke reflektuar distancimin politik nga ky zhvillim. Sipas raportimeve, Shtëpia e Bardhë kishte shprehur më herët interes për rritjen e pranisë amerikane në Groenland, përfshirë edhe shqyrtimin e opsioneve strategjike në rajonin e Arktikut. Kjo ka ngritur shqetësime edhe brenda NATO-s dhe vendeve evropiane. Situata mbetet e ndjeshme, ndërsa Groenlanda vazhdon të theksojë sovranitetin dhe të drejtën e vetvendosjes përballë interesave të fuqive të mëdha ndërkombëtare. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.